Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht ta përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën Haxhi, obligojshmëria dhe vlera e tij. Vëllezër të dashur, ne jemi afruar kohës së kryerjes së kushtit të Islamit, pra kryerjen e haxhit. Për atë, unë inshallah taala sot do ta këshilloj veten time, pastaj edhe juve, për çështjen e haxhit, duke trajtuar obligojshmërinë e tij dhe vlerën dhe mirësitë e tij. Le të jetë kjo ligjërat, duke lutur Allahun xhalleshanuhu, një nxitje për ata të cilët nuk e kanë kryer haxhin, ta bëj Allahu sebeb që ata ta kryejnë haxhin inshallah taala, ndërsa ata të tjerë që e kanë kryer, që të e kujtojnë atë moment, të kujtojnë ato qaste të kryerjes së haxhit, të falenderojnë Allahun xhalleshanuhu që ja ka mundsuar diçka të tillë dhe ta lutin Allahun e lartësuar që të kryejnë edhe më shumë haxhe dhe umre. Vëllezër të dashur, është e qartë se haxhi është kusht prej kushteve të fesë islame, pra më shumë se farz, me të cilin obligohet çdo musliman moshëritur, i shëndosh psikikisht dhe fizikisht, atëherë kur rruga të jetë e lirë dhe atëherë kur të ketë mundësi financiare për kryerjen e haxhit. Nëse një musliman i plotëson këto kushte, ai është i detyruar, i obliguar nga Allahu xhalleshanuhu me kryerjen e haxhit. Thot Allahu në Kur'an: Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Pra, në haxh ka argumente, ka prova, ka shenja të qarta. Një prej atyre është edhe maqami Ibrahimi, që ata që e kanë vizituar veç e din. Për të tjerët është një gur ku aty janë të gdhendura këmbët e Ibrahimit alayhis salam, ku ka shërbyer si një skele për ndërtimin e Qabes, ku Ismaili ja ka ofruar gurët dhe Ibrahimi alayhis salam e ka ndërtuar. Ajo është aty prej se kur është ndërtuar Qabja, që është edhe një fakt, është një argument i qartë që shihet me sy për lashtësinë e Qabes, që shihet me sy për shtëpitë Allahu xhalleshanuhu e ndërtuar nga Ibrahimi alayhis salam dhe Ismaili alayhis salam, dhe se është një shtëpi e veçantë e Allahut në tokë, në të cilin Allahu xhalleshanuhu që haxhin ta kemi tamam, aty e ka obliguar që të bëjmë edhe tavafin. Wa man dakhalahu kana amina. E kush hyn në Mekën e bekuar është amina, ka siguri. Pra këtë e kanë respektu këtë parim edhe vet idhujtarët e Mekës. Pra ai i cili ka hyrë në qytetin e Mekës, në Qabën e bekuar, edhe nëse e ka takuar hasmin e tij, nuk ka patur të drejt hakmarrjeje. Këto janë për argumente dhe fakte të qarta për madhështinë e kujt e Qabes.
Walillahi ala nasi hijjul bejti men istata'a ilayhi sabila. Dhe qëta është e pika që ne sot jemi duke e trajtuar. Walillahi ala nasi hijjul bejti men istata'a ilayhi sabila. Dhe njerëzit obligohen me kryerjen e haxhit për ata që i plotësojnë kushtet të cilat ne i përmendëm edhe më herët, e që ishin islami, moshritur, psikikisht, fizikisht i shëndosh, rruga e lirë edhe mjetet financiare. Wa men kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, ata të cilët mohojnë obligueshmërinë apo mohojnë kushtëzimin e haxhit si kusht i islamit, ata le ta dinë se kanë mohuar edhe fen, edhe vetë Allahun xhalleshanuhu dhe kanë dezertuar nga feja e Allahut të lartësuar. Siç e tham, sepse haxhi është edhe më shumë se farz, pra është edhe një kusht prej 5 kushteve të fesë islame. Këtë argumentojmë edhe me hadithin tjetër të pejgamberit alayhis salam, ku thot buniyal islamu ala khams, është ngritur islami mbi 5 shtylla. Shahadetu an la ilaha illallah, dëshmin se nuk ka zot tjetër të adhuruar përveç Allahu xhalleshanuhu, wa anna Muhammadan rasulullah, dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, wa iqamis salah, falja e namazit, wa itaiz zakat, dhënia e zakatit, wa hajjil bejt, pra edhe haxhi në shtëpinë e Allahu xhalleshanuhu, pra Kaben, wa saumi Ramadan, edhe agjerimi i Ramazanit. Pra fakti që pejgamberi sa më thot është ngritur islami mbi 5 shtylla, pra këto janë 5 shtylla që janë edhe më të obligueshme se sa edhe vetë farzet e Allahut të lartësuar. Po ashtu, në një hadith tjetër për obligueshmërinë dhe se haxhi është kusht prej kushteve të islamit, është edhe hadithi pejgamberit sa ku thot an Abi Hurairah qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qal, na mbajti një fjalim pejgamberi alayhis salam, thot Abu Hurairah, dhe ai tha ja eyyuhan nas, në këtë fjalim ka thënë pejgamberi alayhis salam, o ju njerëz, qad faradallahu alaykumul hajj fa hajju, Allahu wa ka bërë juve farz haxhin për atë kryenja këtë obligim të Allahut të lartësuar. Vëllezër të dashur, kryerja e haxhit ne shpesh e perceptojmë si një obligim të cilin ne do ta kryejmë atëherë kur ne do t'i plotësojmë edhe disa çështje tjera të jetës sonë. Shpesh të njerëzit thuan ka dalë, thot se haxhi kur do m'plakim dhe bëj haxhin. Ose të tjerët ta bëjnë një vetur, pastaj dhe bëj haxhin. Ose të tjerët ta bëjnë një shtëpi, pastaj dhe bëj haxhin. Të tjerët ti martoj fëmijët, pastaj ta bëj haxhin. A di sani pse në haxh shumëria me haxhi është punë e madhe, mbas haxhit ti s'duhet të bëjsh harame, pse para haxhit kush tha se mund të bëjsh harame? Muslimani duhet të jetë musliman për herë, ndash para haxhit ndas mbash haxhi. Kjo i vjen domethënë nuk shkojnë në haxh unë ku ma xhinu, padare edhe mos a xhino se edhe kur a xhinon ose kur të fal. Kjo është një perceptim i gabuar. Por se haxhi, o vëllezër të dashur, dashur Allahu për mua dhe për ju gjithë, ta transmetojmë të 33-at tona, ta ndrojmë këtë koncept të gabuar të haxhit. Por se ta dim ashtu siç është original, dhe këtu janë, domethënë, besimtarët gati të një fjale, që haxhi është obligim i menjëhershëm. Haxhi është obligimi menjëhershëm. Nuk është haxhi atëherë kur unë do t'i kryj disa punë dhe pastaj do bëj haxhin. Jo. Por se haxhi duhet kryer menjëherë kur i plotson kushtet.
Argument për këtë kemi hadithin e pejgamberit e ku thot kështu: Inna abden ashahtu lahu jisma, thot pejgamberi alayhis salam, duke transmetuar nga Allahu në hadith kudsi. Thot, une i dha shëndet robit tim, edhe psikik edhe fizik. Wa wasa'tu alayhi fil ma'isha, dhe i dhash bollëk, i dhash begati, i dhash pasuri në jetën e tij. Tamdi alayhi 5 a'wam la yafidu ilayya le mahrum. Thot, dhe kalojnë 5 vite e aj nuk e kryen haxhin, le ta ditë se aj është i privuar, ja ka bë haram vetes së tij shumë begati nga Allahu i lartësuar. Tu që e përmend pejgamberi alayhis salam 5 vite, nuk është fjala fiks 5 vite. Fjala është që aj me njëherë kur t'i bëj kushtet, aj duhet t'a plotësoj haxhin. Aj ka 18 vjet, aj ka 17 vjet, aj ka 16, a 20, a 30, a 40, moment që aj i plotëson këto kushte, aj duhet t'a kryej haxhin. Me një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam na ka thënë kështu: Men erada al-hajj falyata'ajjal. Pra për haxhin bëni ajele, përshpejtoni kryerjen e haxhit. Fa innehu qad yamradu al-marid, sepse ka mundësi që ti i kishe kushtet, nuk shkove pastaj të vjen smundja, smuhesh. Atëherë nuk je i arsyetuar te Allahu xhelle shanuhu. Wa tadillu dalle, ose kishe pasuri edhe u krije humbe, kush ta garanton se do kesh para? Edhe nëse e ke pas dhe nuk e ke kri, përgjithësia ngelet. Au ta'ridu al-hajj, ose paraqitet një nevojë, një pengesë që ta pengon shkuarjen në haxh. Për atë besimtari musliman, moment që i kryen kushtet obligueshmërisë së haxhit, ai nuk e pret as një sekond, shkon dhe regjistrohet e bën nijet haxhin. Ato besimtarë që Allahu ja u mundson ta kryejnë haxhin, le ta dinë se ata janë njerëzit më të privilegjuar atë vit nga mbar 2 miliard njerëz, besimtar musliman. Sepse të pranoj Allahu xhelle shanuhu në delegacionin e tij për atë të tillët, Allahu me gjuhën e Resulullahit i quan delegacioni i tij. Të pranoj Allahu t'jesh i deleguari i tij në shtëpinë e Zotit, vërtet është privilegji më i madh i cili mund të ekzistojë për njeriu ndonjëherë. Të pranoj Allahu që ta kryesh haxhin, ta dish që je njeriu më me fat nga 2 miliard njerëz. Allahu xhelle shanuhu të tillët i quan edhe misafir të mëshirplotit. I quan misafir të Allahut, misafir të mëshirplotit, dhe të tillët kanë privilegjin më të mirë, kanë mundësinë e ardh që atyre t'ju fshihen të gjitha mëkatet e jetës së tyre. Për atë mbani mend, nuk ka mundësi më të mirë për përfitimin e dashurisë së Allahut, për përfitimin e kënaqësisë së tij, shpërblimin e xhennetit, se sa mundësia e haxhit. Pra shkon në haxh dhe atë që e merr Allahu, ai është i deleguar i Allahut që atë vit ati t'i falen mëkatet e bëra dhe të regjistrohet në listën e xhenetlive. Hoxho, shumë i dhaje, jo une. Unë thjesht vetëm e transmetoj atë që e ka thënë pejgamberi, atë që na ka thënë Allahu. Unë thjesht jam një spiker i asaj të cilën Allahu na e ka mësuar.
Pra të dëgjojmë, thot pejgamberi alayhis salam në hadith të saktë. An Amr ibn As fi qissat islami. Amr ibn As është një sahabi, shok i pejgamberit selam, edhe kur e pranoi islamin. Falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kur u binda dhe e futi Allahu islamin në zemrën time, thot Amr ibn As, shkova te i dërguari Allahut te pejgamberi alayhis salam, fakult dhe i thash, absit yaminike fali ubayi'aka. Thash trima dorën e djathtë që të ta jap besën e islamit, të pranoj islamin. Fa basata yamina. Edhe pejgamberi e shtalli dorën e tij të djathtë ta merr besën Amr ibn Asit për islamin e tij. Qal ma leke ya Amr. Çfarë tha Amri? Mbasi ai e shtriu dorën, Amr ibn As e hoqa thot unë dorën time. E hoqa. Qal kultu aradtu an ashtarit, subhanallah. Tha, unë dëshiroj të të vë një kusht, e nëse e pranon kushtin, unë do të vazhdoj dorën time, do të zgjasë të pranoj islamin. Kal, të shtëritu bimadha, i tha pejgamberi selam, atë cili është kushti jot o Amr për islamin tënd? Kult en yughfara li, që Allahu të më falë mëkatet e mia. Çfarë ishte përgjigja? Qal, e ma alimta an al-islam yahdimu ma kana qabla. A nuk e din se islami, pranimi i islamit, i shlyen të gjitha gabimet edhe mëkatet që i ka bërë njeriu para tij. Wa an al-hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dhe se hijreti i shlyen të gjitha që ishin para tij. Wa an al-hajja yahdimu ma kana qabla. Allahu akbar. Edhe haxhi i shlyen të gjitha gabimet që ishin të bëra para haxhit. Pra hadithi sakt që pejgamberi alayhis salam e ka treguar që mundësia më e mirë për shlirjen e të gjitha mëkateve prana qenë ka haxhi. Në një hadith tjetër pejgamberi sa më thot, duke transmetuar Ebu Hurajre, semitu Resulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul men hajja falam yarfuth. Shif, thot, kush e bën haxhin falam yarfuth, edhe nuk bën fjalë të cilat kanë të bëjnë me marrëdhënie intime apo imorale. Gjatë kohës së haxhit, gjatë periudhës së haxhit, pra nuk ka fjalë të tilla. Walam yafsuk, edhe nuk bën mëkate derisa është në ihram. Derisa është në ihram sidomos, po edhe gjatë periudhës apo ditëve të haxhit. Çfarë kanë të tillët? Subhanallah. Raja'a ke yawmin waladathu ummuh, do të kthehet nga haxhi i pastërt nga gabimet, sikurse atë ditë që ka lindur nëna e tij. Subhanallah. Për asnjë vepër, për asnjë punë nuk ka shpërblime, nuk ka mundësi, sikurse është mundësia e haxhit për shlierjen e gabimeve tona. Si dobi të ditë nga haxhi është edhe ajo se haxhi është nga veprat më të mira, më të dashura te Allahu xhalleshanuhu pas imanit. Imani është e para, besimi. Mrapa është lufta në rrugt të Allahut, me njëherë pas saj është kryerja e haxhit. Thot pejgamberi alayhis salam, Kale sule Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. U pyet një ditë cilat janë punët më të mira, o i dërguari i Allahut. Qal al imanu billah. Tha besimi në Allahun e lartësuar. Qila thumma madha? Tha pastaj kush? Qal al jihadu fi sabilillah. Tha jihadi, lufta në rrugt të Allahut. Qila thumma madha? Më njëherë pas jihadit, kush vjen? Dëgjoni o vëllezër dashur.
hajjun mabrur, haxhi i pranuar te Allahu i lartësuar. Pra a e shihni se ku e pas ka pozitën vlerën haxhi te Allahu xhanu. Dobi tjetër o vëllezër të dashur që kemi nga haxhi është edhe ajo se shpenzimet e haxhit që i shpenzoni, qoftë aranzhmani i haxhit, apo edhe dhuratat, pasuria juaj që keni harxhuar për haxh, ajo, a e dini se çfarë shpërblimi ka? Ka shpërblimin e mujahidit i cili lufton në rrugt të Allahut të lartësuar. Thot pejgamberi alayhis salam, an-nafaqatu fil hajji kan-nafaqa fi sabilillah. Shpenzimet që ke shpenzuar për haxh janë në vlerë të njëjtë sikur se shpenzimet e mujahidit i cili lufton në rrugt të Allahut. Bi 700 dha'f, sa që Allahu e shkruan shpërblim 700 fish nga ajo që unë dhe ti e kemi harxhuar. Nga dobit tjera të haxhit është edhe ajo se nëse haxhi është i sinqert, duke praktikuar në haxh sunetin e pejgamberit alayhis salam, dhe shkuar në të me halal, pejgamberi sa më thot kështu, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umre deri në umre është false e mëkateve. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Subhanallah. Ndërsa haxhi i pranuar te Allahu i lartësuar nuk ka tjetër shpërblim përveç se xheneti të Allahut të lartësuar. Mirë po haxhi i pranuar. Cili qenë ka hoxha haxhi i pranuar? Haxhi i pranuar është ai haxh në të cilin haxhiu pasi kthehet nga haxhi i ndrohet edhe sjellja e tij, se haxhi është i pranuar, nuk është i pranuar, ne s'kemi drejt ta gjykojmë. Atë ta dim. Filani e ka haxhin e pranuar, filani haxhi edhe bën kështu, bën ashtu se ka të pranuar, ne i kemi pejt e prerë atij, nuk ka. Nuk guxojmë, s'kemi drejt ama ta nxjerrim fjalën më të vogël, a e ka haxhin e pranuar se ka. Përzihen në haxh, hiç nuk guxojmë. Është çështja e Allahut. Po ajo ka shenja, e cilat na qenë kanë shenjat, ndër shenjat më të njohura është gjendja e haxhiut. Nëse haxhiu pas haxhi ndron gjendja e tij nga ajo që ishte para haxhi. Si konkretisht, nëse haxhiu nuk i lën më farzet, nuk thot të fali namazin kaza mrapa. Ku ka ashtu kaza? Ta losh me qëllim. Te ku ka ashtu? Ashtu s'ka. Ose për shembull e ke pa gjun harame të mëdhoja haptas. Edhe kjo s'bën. Dhe me thonë, nëse haxhiu i kryen farzet, nuk i bën harame të mëdhoja mbas haxhi, është shenjë e haxhit të pranuar. Edhe pse këto duhet edhe para haxhit të kemi kujdes. Haxhi dhe umraja janë shkaqet më të mëdha për shtimin e pasurisë. Dobi tjetër është se një namaz në Qabe është i vlefshëm më shumë se 100.000 namaze. Shifni që këto shpërblime. Tjetra, kush bën tavaf rreth Qabes e përshëndet me bismillah Allahu akbar gurin e zi, Allahu thot me gjuhën e Resulullah që gurit zi do t'i bëj gjuhë dhe si, dhe do të dëshmoj për ne që kemi qenë atje për haxh dhe kemi bërë tavafe për umre para Allahut xhalleshanuhu. Haxhinët janë delegacion i Allahut të lartësuar. Vlerë tjetër, haxhinët janë dobietet ato misafirët e mëshirëplotit, ndërsa këto janë disa nga mirësitë e haxhit që i përmenda unë për të nxit veten dhe juve për ta kryer sa më shpejt dhe sa më shpesh këtë vepër madhështore. Mirë po dobit e tia janë jashtëzakonisht të mëdha edhe të haxhit edhe të umres. Mbajnë mend këtë ajet dhe besoj se është e mjaftuar. Thot Allahu: "Wa adhin fin nasi bil hajj." Thiri shpallja u njerëzve
haxhin, i thot Ibrahimit alayhis salam, "Yatuka rijalan wa ala kulli dhamir", do të vinë në këmbë njerëzit në haxh, edhe të ngjitur mbi ato mjetet bardhëse të tyre. "Yatina min kulli fajjin amik", do të vinë nga rrugët e larta, nga çdo cep i thellë i largët i maleve, prej çdo qoshi, prej çdo skaj të botës. "Li yashhadu manafi'a lahum", që t'jenë vetë dëshmitar të dobive të shumë, të thot Allahu. Këto që përmendë një shumë pak, atë që ta jep Allahu për haxh dhe umre, janë shumë. Mirë po, a mundemi ne t'i shpjegojmë? Jo. Çfarë thot Allahu? Li yashhadu manafi'a, që t'jenë vetë dëshmitar, pra duhet të shkojsh edhe t'i shohish mirësitë e Allahut, edhe të kësaj bote, edhe botës tjetër në lidhje me haxhin. Ju këtë mund të vërtetoni edhe në praktik. Nëse i pyetni besimtarët kur kanë bë pushime luksuze në Dubai, Maledive, flasin dhe tregojnë. Po kur i pyet ato, si ishte ben haxh, si ishte umre, ndron fytyra edhe ja nis ndryshe me bisedu. Pse? Sa ti flet shpirti dhe kënaqet zemra, ka dobi trupi nga mirësitë e shumta që Allahu ja jep atyre që shkojnë në haxh edhe umre. Lut Allahun xhaleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, atyre që i ka dërguar, atë lut Allahun që t'i dërgoj edhe sa më shpesh. Atyre që ende Allahu nuk ja u ka mundsuar kryerjen e haxhit, lut Allahun xhaleshanu që sa më parë që u mundsoj kryerjen e tij dhe të gjithëve atyre që kanë vizituar, që të vizitojnë, Allahu ja u bëft kabul ibadetet, adhurimet dhe lutjet. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.